Prokuroria e posaçme në bashkëpunim edhe me autoritetet europiane ka goditur grupin e Edmond Papës, i ekzekutuar me armë zjarri pak vite më parë. Me anë të një njoftimi SPAK bën me dije se aktiviteti i grupit të strukturuar kriminal ishte i shtrirë në Shqipëri dhe Greqi. Nga hetimet e kryera rezulton se grupi ka vepruar në Sarand gjatë viteve 2019-2021 dhe merrej me kultivimin dhe trafikimin e bimëve dhe lëndëve narkotike. Krijuesit, drejtuesit dhe organizatorët e këtij grupi sipas SPAK dyshohen se janë shtetasit nën hetim Kristo Qirisi, vëllai Edmond Papës si dhe Eldian Allushi. Nga hetimi del në pa fakti se gjatë viteve 2019-2021, pjesëtarë të këtij grupi të strukturuar kriminal kanë pasur detyra të caktuara me qëllim kultivimin e bimëve narkotike Cannabis sativa në zonën e Sarandës dhe rrethinat e saj, duke mbjellë në zona të caktuara dhe kultivuar në ambiente të mbyllura. Nga hetimet ka rezultuar se përveç bashkëpunimit për trafikun e drogës, anëtarët e grupit në rast arrestimesh garantonin ndihmë ekonomike personave të arrestuar, si dhe siguronin mbrojtje në procese gjyqësore. SPAK nënvizon se 2 shtetas italian dhe 1 shqiptar janë dënuar në shtetin grek. Nga hetimet ka rezultuar se punonjësit e policisë së shtetit, Elvis Dervishi dhe Erdit Hazizaj, të cilët duke shfrytzuar pozicionin e tyre të atëhershëm si punonjës të policisë së shtetit, rezulton të kenë ndihmuar drejtuesit e grupit me këshilla dhe informacione të vazhdueshme për trafikun e drogës, si dhe duke u siguruar anëtarëve të tjerë të grupit siguri në këtë veprimtari. Nga hetimi është dokumentuar trafikimi i një sasie prej 1114 kg kanabis përmes pikës së qafbotës, si dhe 4 kg kanabis në formë çokolate, 0.916 gram kanabis i përpunuar vaj në vlerë rreth 1.700.000 euro, sasi kjo që u është sekuestruar 2 shtetasëve italian të dënuar në Greqi. Nga hetimet është evidentuar fakti se gjatë viteve 2019-2021 në zonën Tepelen, Gjirokastër, ka vepruar një grup i strukturuar kriminal i destinuar për kultivimin e bimëve narkotike, ku krijuesi, drejtuesi dhe organizuesi i këtij grupi të strukturuar kriminal dyshohet se është shtetasi nën hetim LB alias S, ndërsa anëtarë të tjerë të këtij grupi dyshohet të kenë qenë punonjësi i policisë së shtetit Shkëlzen Ruska. Rezulton se kanë ndihmuar drejtuesit e grupit të strukturuar kriminal, duke dhënë këshilla dhe informacione të vazhdueshme për mirë funksionimin e veprimtarisë kriminale në lidhje me kultivimin e bimëve narkotike, si dhe duke u siguruar anëtarëve të tjerë të grupit të strukturuar kriminal siguri në këtë veprimtari të kundraligjshme.